Nga përgëzimet e mëdha është gjithashtu edhe lajmi i madh që e kemi, se Allahu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ky është lajmi i madh, Allah i fal gjitha mëkatet. Krejt çka tenton të thonë me bosh me gjuhë në mëkat, apo. Por në një veprimtari me dekada dikush në mëkatim, në fund pendohet krejt çka ka bëu shejtani bie në ujë. Pa vlerë është njëri prap triumfon mbi shejtanin me pendim. Mundësia e pendimit, mundësia e kthimit është lajm i madh, është lajm përgëzues për neve, apo. Kur ti dëgjon se Allahu xhallahu ala jo që i fal mëkatet, por i shlyn ato. Çdo gjurmë që kanë lënë mëkatet, Allah e largon. Madje edhe përgëzimi i madh se Allahu i shndron të këqijat në të mira. Krejt ato të këqija që shejtani ka uzuar me i vë, nga pendimi shndron të mira. Para do sa zhgënimi ka shejtani apo. Para çfarë domthon dëshpërimi ka shejtani. Andaj sikur se ka thënë Hasan al-Basri rahimullahu. Sa që shejtani ju zhgënjen me mëkatim, zhgënjen me istikfar atë. Apo sa të ai sun pelu këtë mëkat, sun e lenti këtë mëkat, ti pa prin këtë mëkat, do me zhgënime dekurin nga mëkatimi, dekurojoj ato me astaghfirullah. Ani nëse vi prap them astaghfirullah, Allah ma fal ato. Kështu fuqia e pendimit dhe lajmi i madh Allahu fal është lajm përgëzues në betejën kundër shejtanit tonë. Edhe gjithashtu mëshira Allahu te barekuhu teala është çish ka thënë pejgamberi asam në hadithin kutsi, Allahu ka thënë se inna rahmati sabaqat ghadabi. Pra mëshira Allahu ka të i kalu më të madhe dënimin Allahu te barekuhu teala. Andaj gjithë kjo mëshirë e madhe problemi është me ja huq njëri ose mos e përgjigjë besoj apo.